Portokallia ka qenë dhe besoj vazhdon të jetë një emision që ka ndikim madje deri edhe politik për shkak të personazheve që luajnë aty. Të paktën kjo është përshtypja ime, por kam përshtypjen që nuk është vetëm përshtypja ime. Tani, a ka pas momente censure për këtë arsye që unë po të them? Pra, ti ke luajt kryeministrin, ëh? Tash të luash kryeministrin ka ndikim, si do që tjetë ajo. Tash mos themi që nuk ka ndikim. Dikush tjetër luan liderin e opozitës, dikush tjetër luan presidentin, dikush. Pra, a ka situata censure që diçka nuk lejohet që të dalë apo pritet apo nuk e di si ta them. Unë ta them, nuk e di këto 3 vitet e fundit. Po them kur ishe ti. Më përpara vinin telefonata që shprehin pakënaqësinë se pse e kemi pakënaqësi, por jo ndërhyrje. Asnjëherë ndërhyrje. Dhe kur ka ardhur një pakënaqësi që më shpërcjell mua, i kanë thënë, thuaj ti personin që të ka shprehur pakënaqësinë, të marrim mua në telefon. E t'ia shpjegoj pse. Unë do i shpjegoj atij humorin, ose do e bëjmë kështu. Me që ai po vjen të më shpjegoj mua çfarë është humori, ai do më lejoj mua që unë t'i shpjegoj atij çfarë është politika. Ne bëjmë kështu. Edhe jemi në rregull. Okej. Por nuk jam dakord me ty kur thua që Portokallia sot ndikon tek politika. Fatkeqësisht, po të shohësh numrat politik që zhvillohen sot Portokalli, jo se s'jam. Nuk kanë më peshën e dikurshme. Nuk kanë më atë shpullën e dikurshme, nuk kanë më atë shkundjen e dikurshme që ja thonin gjërat në sy. Dhe fatkeqësisht, edhe televizioni nuk është më ai televizion. Nuk ka më fuqinë e dikurshme. E dikurshme, fatkeqësisht. Në fakt është e vërtet dikur shpesh diçka, një ngjarje politike parashikohej në Portokalli dhe pastaj ndodhte. Ndërsa sot numrat politik janë thjesht një ribërje e asaj që ka ndodhur në politikë. Asaj që tashmë ka ndodhur. Nuk bëhet asgjë që s'ka ndodhur ose që mund të ketë ndodhur, që gjithë e dinë që ka ndodhur, por që nuk ka njëri asnjë guxim ta thotë. Nëse do kishe mundësinë të ktheje kohën pas, gjë e pamundur të ndodh, po supozojmë. Sa që dorë njeriu nga këto gjëra. Çfarë do kishe bërë ndryshe? Tek jeta ime? Tek jeta jote. Do doja të kisha kaluar ose të isha shprehur mirënjohjen më shumë gjyshërve të mi për gjithçka më kanë mësuar, sepse ne e marrim mirë që janë aty dhe aty do jenë çdo ditë, derisa një ditë krejt papritur nuk janë më. Dhe unë të paktën nuk kam pasur mundësinë t'ja u them faleminderit për çdo gjë që më kanë mësuar. Dhe gjithashtu nëse do ktheja kohën pas, pa diskutim, do doja t'i thoja Dritan Hoxhës faleminderit për këtë mundësi që më ke dhënë jo vetëm mua, por të gjithë brezit të artistëve të atyre viteve, sepse realisht krijoi një standard që mori më të mirët e kohës. Dhe për sa kohë isha dhe unë aty, do të thotë që edhe unë isha i Zotit për atë gjë aty. Dhe sepse krijoi një oazë ku pim ujë dhe dham frute të gjithë ne aty, por gjërat shkuan ashtu si shkuan, dhe nuk patëm mundësi ndonjëherë ta them se gjë e fundit që mendonin botë që mund ndodhte ajo që ndodhi. Situata më e sikletshme që ti ke kaluar ndonjëherë në të gjithë karrierën, që s'do e harrosh asnjëherë, që sa herë e kujton ke një kështu një mbyllje së shbu. Ke haruar në një frazë në skena, në një pjesë të skenarit. Kjo është normale, ne po themi për Okej. Ti ke aktor të mëdhenj, Marlon Brandon që e shkruanin ke muri dhe ai bënte sikur mendoi dhe lexonte ke muri. Ka pas situata më së shumti kanë qenë brenda stafit mes pakënaqësive lidhje me ato që të thash më parë që tek ne nuk funksiononte kjo gjë që vlla, kështu kemi lind në këtë botë. Në këtë botë ka një më të mirë, një më të keq se vetja jonë. Unë nuk bëhem dot si ty, ti s'bësh dot si unë. More se po e thua për herë të dytë këtë. Ka pas një situatë tensioni, ka pas gjithmonë ka tension në çdo lloj pune. Ka tension. Ndonjëherë tensioni është i shëndetshëm. Ndonjë situatë absolutisht gjithmonë ka tension, dhe aq më tepër ka tension kur një aktor bën më shumë role se një aktor tjetër. Dhe aktori tjetër në vend që të punojë më fort që të krijojë dhe ai po aq sa ky aktori tjetër, bëhet shkop dhe futet tek rrota tek këtij aktori tjetër, që të paktën ti prishi punë që të mos ndihet ai etj më radh. Dhe këto gjëra, duke qenë se ne ishim për 4 ditë, për 3 ditë duhet kishim mbaruar gjithë shkrimet. Ditën e 4 ishte prova, ditën e 5 shfaqje, ditën e 6 shfaqje, ditën e 7 pseudo pushim, ditën e tjetër fillonte prapë java tjetër. Ti e ke shumë vështirë të menaxhosh edhe këto luftrat e brendshme, më thonjza, edhe vëmendjen për qëndrimin tek skena, tek publiku, tek personazhet. Mos harrojmë dhe një gjë që njerëzit e shohin atë që hyn del aktori shfaqet kështu, por nuk shohin vrapin që bëjnë nëpër shkallë. Nga mbrapa.
duke I hequr rroba, duke I shkulur si Supermani që po shef që po bien ato kullat dhe vrapon me vrap. E duke vesh të tjerat. Po duke veshur këtej duke hequr një bluzë, këtej duke veshur një pantallon, këtej një kpucë, këtej është një grua nga garderobe që po të lidhe rripin, nuk lidhet rripi, puno rripi. Vjen grimiera të lyen kështu. Skemi edhe 10 sekonda me vrap ai mikrofoni që të vjen ndjek nga mbrapa. Dhe ti përsërit personazhin ndërkohë. Lëra ato se ajo është një proces që nuk e di cila pjesë e trupit po e bën, se truri thot jam alert, mos fol. Dhe ti kur del në skenë nuk duhet kesh as marrje fryme, që ke ngjitur shkallët me vrap, duhet të jesh I qetë, duhet hysh në temporitmin që ka lënë aktori që ka qenë përpara. Kto nuk I shohin. Ne kur mbaronte shfaqja, kur unë kisha 6 role, 7 role, dilja sikur e kisha bërë Tiranë me vrap. Një strapacim dhe kur shkoja në shtëpi dhe dëgjoja do dalim sonte? Ik. Duku. Mos ma bëj këtë pyetje. Se kuptoj pse bën këtë pyetje. Jemi tek hapësira muzikore tani. Ne do vazhdojmë sepse një preferencë të veçantë tek muzika? Unë gjej shumë tupci, muzikë elektronike dhe edhe pa edhe pa tekst ndonjëherë. Që mund ta zgjedh unë? Po, nëse ke dëshirë mund ta zgjedhësh. Po çanderi. Edhe regjia do plotësoj dëshirën tënde. Çanderi. Atëherë nga Chicane Come Tomorrow. Okej, e di.